Kemi? Me në Kosovë, jo bashkëmirë. Aj, me det. Pse? Jo bashkëmirë. Po të them drejtën, ne kemi hasë pengesa prej 2020-ës, kemi hasë ka shumë pengesa dhe për Federatës Atletike. E qysh ka mundësi? Nuk e di, për interesa personale dikujna, për interes vote. Ajo është bëhe qartë në herë arsyeja pse është refuzu për shembull pjesëmarrja e juaj me qenë pjesë e Federatës Atletikës. Zyrtarisht arsyen që kanë dhënë ata, e kanë dhënë që kemi kosto financiare, mirë po s'ka qenë e vërteta, ja. Se shpenzime vjetore që kemi krijuar ne veteranët ka qenë më shumë të 5.000 euro në vjet. Që kryesisht pjesëmarrjet jashtë vendit. Që nuk është një barë e madhe për Federatën Atletike. Mirë po aty ka qenë, unë mendoj që ka qenë punë votash, për interesat ngushta dikujna, qëllim vote, edhe me atë rast që jenë shu 3 shoqata. 3 shoqata? 3 shoqata. Ka qenë shoqata atletëve veteran, shoqata e referve dhe shoqata e trajnerve. Veteran? Jo, shoqata e trajnerve. Jo, shoqata e trajnerve kështu normal? Po, normal. Që për mu ka qenë një gabim katastrofik, sepse gjitha shoqatat kanë qenë një vlerë i shtume për federatë. Kanë qenë një aset i federatës. Po nëse në këtë rast për shembull federata, po më nej, shoqata e veteranëve, në këtë rast nuk ka qenë shoqata, po më herët pjesë e federatës. Nëse ti nuk e kene në mbrellën tënde pjesën e veteranëve, do thotë kjo që ti realisht privohesh nga një pjesë e historisë tënde. Brana të veteranë keni njerëz jashtëzakonisht suksesshëm. Realisht ata kanë këshirë me shuni pjesë historisë. Kanë këshirë me shuni pjesë historisë, sepse gjithë këta veteranë që i kemi në sot... Na po flasim për ish kampion? Jo, sidomos që këta që i kemi në sot. Jo, është një brez që ka marrë gjallë sportin atletikës. Se gjithë këta veteranë që kemi sot në mosh, në vitet e 90 kanë qenë pikërisht këta gjithë atletë që kanë marrë gjallë federatën. Jo vetëm federatën, për kanë marrë gjallë sportin atletikës.